Arben Lloja, një aktivitet besoj shumë interesant sot, dita kërcimeve Arben Lloja. I lumtur dhe i emocionuar? Të thënë të drejtën, gjëzje kënaqësi më të madhe nuk kishe pas. Ndoshta moshat e ardhi fije, njeriu fillon edhe preket edhe më tepër. Sidomos disa surpriza janë ndoshta bajnë mundi, si më thonë, ndoshta edhe mokurit me njerëzit, po ndoshta mbrapa janë fije edhe të bukura. Të them të faleminderit për gjithëve se sot i herën faleminderit prej Bashkisë Shkodrës edhe Federatës Shqiptare të Atletikës që për këtë organizim kaq të mrekullueshëm, edhe për të pranishëm që ishim sot në runën prej të gjitha rrethave. Ke marrë shumë titull kampion, ke thyer rekorde, por besoj që lotët sot tek momenti i mbesës tuaj kur bëri surprizën, ndoshta janë emocionet më të mëdha të karrierës tuaj sportive. Kja ishte me të vërtetë surprizë se na ishim bashkë vetë aty, po këtë nuk e priqon ashtu, edhe kur të vjen prej Italie, se këta jetojnë në Itali, aq më tepër që unë në jetën time nuk kam pas fatin s'kem as motër, po as vajzë, po vajzat ndoshta kanë një, si më thonë, si thojmë një dashni tjetër, edhe janë shumë më të dashura edhe për mua ishte disa presë momentet e fundit të ceremonisë. I plotësuar Arben Lloja me atë çfarë ka dhënë dhe çfarë ka marrë nga sporti? Të them të drejtën, unë kam pas gjithmonë atë egun që kur mos jemi i kënaqur me rezultatet e mia. Unë besoj se prap kam diçka për t'i shërby sportistave të Shkodrës, tash në drejtimin e fushës mjekësisë, në fushës mjekësisë sportive, në drejtimin e fizioterapisë, në bashkëpunim me të dy djemtë e mi, besoj se ke sallat, klinikat e mia do të jenë hapura gjithmonë për t'i shërby sportit Shkodrës. Jeni cili është momenti që vlerësoni si më i rëndësishëm e karrierës tuaj deri tani? Të them të drejtën, kam shumë momente, po fitimet e Spartakiadave kombëtare për mua janë shumë emocionuese. Se janë si tipi olimpiadave, se ju bash një herë në 4 vite, e të shpashe të mersh 2 medalje po narit, një Spartakiad kombëtare nuk ishte diçka tepër e madhe. Faleminderit. Faleminderit për këtë gjë.